Këshill femrës muslimane me rastin e muajit të Ramazanit. Falenderimet i takojnë Allahut Madhërisëm, ndërsa përshëndetjet dhe selamet tona janë mbi profetin Muhammed Mustafa, mbi familjen dhe shokët e tij dhe mbi gjithë ata që pasuan gjurmët e tij. Allahu i Madhërisëm i ka lavdëruar muslimanet, besimtarët, durimtarët, të devotshmet, duke i cilësuar ato si ruajtëse të sekreteve dhe të asaj që Allahu i Madhërisëm i ka bërë të jenë të fshehta. Kur Allahu i Madhërisëm kishte përmendur cilësitë e të devotshmëve, kishte thënë: E atyre ju përgjegj Zoti i tyre. Unë nuk e humb mundin e askujt për jush, mashkull apo femër qoftë, ju jeni prej njëri tjetrit. Me rastin e ardhjes së këtij muaji, shpreh dëshirën që ty o i motër në Islam dhe ty o i nën muslimane, të të uroj këtë muaj duke lutur Allahun e Madhërisëm që të furnizoj ty dhe mua me pendim të sinqert, me devotshmëri dhe me sinqeritet. Andaj të lutem të pranosh prej meje disa këshilla me rastin e këtij muaji të begatshëm, e që unë i kam quajtur 10 lulet. Lulja e parë. Femra muslimane e beson Allahun e Madhërisëm për Zot, Muhammedin, paqja e Allahut qoftë me të, për të dërguar, dhe Islamin për fenë e saj. Andaj ajo mundohet që shenjat e këtij besimi t'i shfaqë në sjelljen, veshjen dhe fjalët e saj. Gjithashtu, ajo ruhet dhe mundohet të jetë mbrojtur nga hidhërimi i Allahut të Madhërisëm, nga pesha e rëndë e dënimit të tij dhe nga zemërimi i tij në rast të kundërshtimit të urdhrave të Allahut të Madhërisëm. Femra muslimane është e kujdesshme në namazin e saj dhe e përkushtuar në faljen e tij, si për nga ana e pastërtisë, ashtu edhe nga ana e përkushtimit. Andaj atë nuk e pengon asgjë nga namazi dhe nuk e shmang asgjë nga falja e tij dhe shfaqja e shenjave të faljes së namazit, pasi namazi është një parandalues ndaj së keqes dhe mëkateve. Po ashtu, duhet ditur se namazi është mbrojtës shumë i mirë nga mëkatet. Lulja e tretë. Femra muslimane është krenare me mbulesën e saj. Ajo nuk del vetëm se e mbuluar dhe duke qenë krenare për përzgjedhjen që i ka bërë Allahu i Madhërisëm, që ajo të jetë mbuluar dhe të jetë prej atyre që do të pastrohen nga ana e tij. Në lidhje me këtë, Allahu i Madhërisëm thotë: O ti pejgamber, thua ju grave tuaja, bijave tua dhe grave të besimtarve, le t'i vënë shamit. Le t'i vënë shamit e veta mbi trupin e tyre, pasi kjo është më afër që ato të njihen, e të mos ofendohen. Allahu fal gabimet e kaluara, ai është mëshirues. Lulja e katërt. Femra muslimane është e kujdesshme që të jetë e dëgjueshme ndaj bashkëshortit të saj. Andaj ajo është e mirësjellshme, e qetë dhe e mëshirshme ndaj tij. Ajo përkujdeset që ta ftojë atë në mirësi, e këshillon për të mirë dhe e ndalon nga e keqja. Po ashtu ajo është e kujdesshme që të mos e ngrejë zërin në prezencë të tij, të mos sillet me vrazhdësi ndaj tij dhe të mos jetë kundërshtare e tij. Ndërsa profeti, paqja e Allahut qoftë me të, thotë: Nëse femra fal 5 kohët e saj, agjeron muajin e saj, e dëgjon bashkëshortin e saj, do të hyjë në xhenetin e Zotit të saj. Lulja e pestë. Femra muslimane edukon fëmijët e saj në devotshmërinë ndaj Allahut Madhërisëm, i ushqen ata me besimin e drejtë dhe të pastër Islam, mbjell në zemrat e tyre dashurinë ndaj Allahut Madhërisëm dhe ndaj profetit, paqja e Allahut qoftë me të, i largon ata nga mëkatet dhe nga morali i ulët. Në lidhje me këtë, Allahu i Madhërisëm thotë: O ju që besuat, ruajni veten dhe familjen tuaj prej një zjarri, lënë djegse e të cilit janë njerëzit dhe gurët. Atë, zjarrin, e mbikëqyrin engjëjt e rrept e të ashpër, që nuk e kundërshtojnë Allahun për asgjë që ai i urdhëron dhe e pranojnë atë që janë të urdhëruar. Lulja e gjashtë. Femra muslimane nuk vetmohet me të huajt, ndërsa nga profeti, paqja e Allahut qoftë me të,
është vërtetuar të ketë thënë se nuk veçohet femra me një të huaj vetëm se djalli do të jetë prezent. Andaj ajo nuk udhton pa shoqërues, nuk del në treg dhe në qendra tregtare vetëm në raste të domosdoshme, e nëse del, është e mbuluar, e sjellshme dhe e moralshme. Lulja e 7. Femra muslimane nuk u përgjason meshkujve në atë që është e veçantë për ta, pasi profeti, paqja e Allahut qoftë me të, thotë: Allahu i ka mallkuar meshkujt që u ngjasojnë femrave dhe femrat që u ngjasojnë meshkujve. Po ashtu nuk u ngjasojnë as mosbesimtarve me atë që ato janë veçuar si për nga zbukurimet, veshjet, moda dhe pamjet e ndryshme, sepse profeti, paqja e Allahut qoftë me të, në lidhje me këtë thotë: kush i ngjason një populli është prej tyre. Lulja e 8. Femra muslimane është thirrse në rrugën e Allahut të Madhërisëm. Ajo është thirrse në radhët e femrave, andaj për kujdesjet për fqinjtë e saj, për kujdesjet për motrat e saj në Islam dhe për kujdesjet për femrat e lagjes së saj, me të cilat falet në të njëjtën xhami. Këtë ajo e bën me fjalë dhe me vepër. Këtë e bën duke predikuar dhe duke e vepruar atë që predikon. Po ashtu këtë e bën edhe me shpërndarjen e librave islam, e ligjëratave islame dhe këshillave në forma të ndryshme në mesin e besimtarve, pasi e di se profeti, paqja e Allahut qoftë me të, në lidhje me këtë thotë: që të udhëzojë Allahu përmes teje një njeri është më e dobishme se sa dhënia e deveve të kuqe. Pra, femra muslimane është e kujdesshme dhe angazhohet që ta shpëtojë veten e saj prej zjarrit, dhe po ashtu të shpëtojë dhe motrat e saj besimtare prej dënimit dhe zjarrit të Allahut të Madhërisëm. Andaj duke shpresuar në shpërblimin e Allahut të Madhërisëm, ajo angazhohet në thirrje dhe predikim në rrugën e tij. Lulja e 9. Femra muslimane e ruan zemrën e saj prej dyshimeve dhe epsheve, e ruan syrin e saj prej të ndaluarave, dëgjimin e saj prej fjalëve të kota, prej muzikës, e po ashtu ruan gjymtyrët e tjera nga çdo gjë që është ndaluar dhe në kundërshtim me urdhrat e Allahut të Madhërisëm, pasi e di se e gjitha kjo është pjesë e devotshmërisë dhe e nënshtrimit të saj ndaj Allahut të Madhërisëm. Po ashtu përkujton edhe fjalën e profetit, paqja e Allahut qoftë me të, ku thotë se: kini turp nga Allahu i Madhërisëm dhe turpërohu prej tij me një turpërim të vërtet, e kush turpërohet prej tij do të ruaj kokën dhe mendimet e tij, barkun dhe epshet e tij, si dhe do të përkujtojë sprovat. E kush përkujton sprovat, largohet nga zbukurimet e kësaj bote. Lulja e 10. Femra muslimane e ruan kohën e saj nga humbja e kohët, ditët dhe netët e saj nga përgojimet, thashethemet, shpifjet, mallkimet, gënjeshtrat, imoraliteti, sepse ajo e di që Allahu i Madhërisëm në lidhje me këtë thotë: hiqu atyre që e marrin fen si lojë dëfrim dhe i ka mashtruar jeta e kësaj bote. Ti përkujto me të, Kuranin, që të mos bjerë njeriu viktime asaj që ka vepruar, e që s'ka mbrojtës as ndërmjetësues për të veç Allahut. Madje ai, edhe nëse jep, çdo lloj shpagimi nuk i pranohet. Të tillët janë ata që ranë viktime asaj që punuan. Ata, për shkak se mohuan, për pije kanë ujë të vluar e dënim të idhët. Allahu i Madhërisëm tregon se çfarë do të thonë popujt që kanë humbur kohën e tyre, e këtë na e përshkruan në këtë formë: ata që përgënjeshtruan se do të takohen me Allahun në ditën e gjykimit, kanë humbur përderisa t'u vijë momenti, kiameti, befas e të thonë: të mjerët ne për atë që lëshuam, e duke i bartur gabimet e veta në shpinë dhe e shëmtuar është ajo që bartin. O Allah i Madhërisëm, udhëzoje femrën muslimane në atë që do dhe që të kënaq, duke i mbushur zemrën e saj me besim.